3 shenja që tregojnë se ju të dy me të vërtet e dëshironi njëri tjetrin. Ju e ndjeni edhe pse askush nuk e thot me zë të lartë. Ka lidhje në jetë që nuk kanë nevojë për fjalë. Disa ndjenja nuk kanë nevojë për rrëfim. Disa njerëz nuk kanë nevojë të flasin, sepse zemra flet e para. Kur dy shpirtra zgjedhin në heshtje njëri tjetrin, ndoshta bota nuk di asgjë për këtë, por ata e dinë. Ata e ndjejnë në rrahjet e zemrës, në heshtjen, në mendimet, në frymëmarrjen, në mënyrën si e shikojnë njëri tjetrin. Kjo mesazh është për ty, për njeriu që pyet veten: a më do ai apo ajo? A më ndjen kjo person? Apo e imagjinoj unë këtë? Jo, nuk e imagjinon. Zemra jote po përpiqet të tregojë diçka të vërtetë, diçka të rrallë. Ka shenja të fuqishme që tregojnë se dy njerëz e dëshirojnë njëri tjetrin thellë, intensivisht dhe në heshtje, edhe kur rrethanat, frika, distanca apo krenaria i pengojnë ta tregojnë. Le të zhytemi thellë. Këtu janë 3 shenjat e fuqishme që tregojnë se ju të dy e dëshironi njëri tjetrin dhe se ju të dy e ndjeni këtë. Shenja e parë: ti e ndjen energjinë e tij ose të saj, edhe kur personi nuk është aty. Kur dy shpirtra e duan me të vërtet njëri tjetrin, lidhja nuk varet nga mesazhet, telefonatat apo afërsia fizike. Ajo shkon më thellë. Zgjohesh dhe mendon për atë person. Fli dhe përsëri mendon për të. Në mes të ditës, fytyra e tyre shfaqet në mendjen tënde pa ndonjë arsye. Dhe gjëja e çuditshme, edhe ata ndjejnë të njëjtën gjë, sepse kjo është shenja e parë, një tërheqje e heshtur energjetike. Ju ndjeni emocionet e njëri tjetrit. Kur personi është i trishtuar, ti ndihesh i rënduar. Kur është i stresuar, mendja jote bëhet e shqetësuar. Kur mendon për ty, ti e ndjen si një tërheqje e butë në zemër. Kjo nuk ndodh me këdo. Ndodh vetëm me dikë që shpirti i tij është i lidhur me tëndin. Emri i tyre shfaqet kudo, jo rastësisht, por si pasojë e një përputhjeje të brendshme. Dëgjon një këngë që të kujton atë. Sheh dikë që i ngjan. Shikon telefonin me shpresën për një mesazh. Duket sikur jeta të përshpërit butësisht. Shiko, ju jeni të lidhur. Gjendjet tuaja shpirtërore përputhen. Ti ndjen ngrohtësi kur ai apo ajo mendon diçka të bukur. Ndjen shqetësim kur të mungon. Bëhesh nervoz kur kujton një moment me ty. Kjo është një lidhje e padukshme, diçka që nuk mund të preket, por mund të ndihet thellë. Nëse e ndjen energjinë e tyre vazhdimisht dhe ata të vinë ndërmend pa mundim, kjo nuk është obsesion, është lidhje. Diçka brenda teje reagon ndaj diçkaje brenda tyre. Kjo është shenja e parë. Shenja e dytë: ju të dy përpiqeni të fshehni ndjenjat, por çdo herë më kollë. Kur dy njerëz e duan me të vërtet njëri tjetrin, nuk kanë nevojë ta pranojnë. Veprimet, shikimet, gjuha e trupit dhe heshtja thon gjithçka. Gjëja e çuditshme është se ju të dy përpiqeni ta fshihni, por nuk mundeni, sepse zemra e tradhton veten. Ai kontakt i gjatë me sy. Kur të shikon, nuk të shikon thjesht, qëndron një çast, të fikson, pastaj largohet shpejt, sikur të ishte kapur në diçka të ndaluar. Dhe ti bën të njëjtën gjë. Sytë tuaj thon të vërtetën që buzët nuk guxojnë ta shqiptojnë. Ato gjeste të vogla nervoze sillen normalisht me të tjerët, por pranë teje ndryshojnë. Rregullojnë rrobat, prekin fytyrën, marrin frymë ndryshe, buzëqeshin pasigurt, flasin shumë shpejt ose shumë ngadalë. Dhe ti reagon njësoj. Kjo është një shenjë. Trupi yt njeh dikë që e dëshiron. Ju të dy i mbani ndjenjat brenda. Ti dëshiron të shkruash, ata gjithashtu. Ti dëshiron të thuash diçka të bukur, ata duan të tregojnë sa shumë të vlerësojnë. Por të dy zgjidhni heshtjen. Jo sepse nuk ndjeni, por sepse ndjeni shumë. Ju vini re detajet më të vogla tek njëri tjetri. Njihni ndryshimet në zë, ndjeni kur diçka nuk shkon. Lexoni midis rreshtave, dëgjoni pasigurinë në zë, ndjeni gëzim, nervozizëm apo zhgënjim pa thënë asnjë fjalë. Kjo nuk është normale. Nuk është vetëm miqësi. Është ndjeshmëri emocionale që lind vetëm kur dy zemra e dëshirojnë njëra tjetrën thellë. Ju përpiqeni të qëndroni larg, por nuk mundeni. Ti bind veten të vazhdosh përpara. Ata përpiqen të shpërqendrohen.
por diçka ju tërheq përsëri bashkë, një këngë, një kujtim, një ëndër, një frikë e lehtë për t'u humbur, një dëshirë për t'u mbajtur. Ju largoheni dhe përsëri afroni. Bëheni sikur nuk ju intereson, por në thellësi e dini, ju intereson. Kjo është shenja e dytë, dashuria e fshehur që refuzon të fshihet. Shenja e tretë, ekziston ai ndjenja e padiskutueshme se jeni të destinuar për njëri tjetrin. Shenja e tretë është më e forta. Nuk është vetëm kimi, as tërheqje sipërfaqësore, as dashuri kalimtare. Është ajo ndjesi e thellë e shpirtit që kjo person ka një rol të rëndësishëm në jetën tënde. Nuk e di pse, nuk e di si, thjesht e di. Sa herë që flisni, koha fluturon. 5 minuta duken si 5 sekonda. Bisedat rrjedhin lehtë, heshtja ndihet e këndshme. Nuk ke nevojë të shtirësh, mund të jesh vetvetja. Edhe ata gjithashtu. Ndihesh i sigurt me këtë person, jo vetëm fizikisht, por shpirtërisht. Zemra jote është e qetë, ndihesh i parë, i kuptuar, i vlerësuar. E ndjen që ata të kuptojnë në një mënyrë që askush tjetër nuk e bën dhe ata ndjejnë të njëjtën gjë. Shpirtrat tuaj komunikojnë pa pasur nevojë për fjalë. Ndonjëherë mjafton një shikim dhe mira emocione kalojnë nëpër ty në një sekondë. Ndonjëherë sheh në sytë e tyre dhe ndihesh i zbuluar në një mënyrë të bukur. Kjo nuk është tërheqje e zakonshme, është lidhje shpirtërore. E imagjinon të ardhmen me ta, pa e planifikuar. Ata shfaqen në mendimet e tua kur imagjinon lumturinë. Pyet veten si do ishte jeta me ta, jo nga fantazia, por nga dëshira e thellë. Edhe ata bëjnë të njëjtën gjë. Edhe nëse nuk e tregojnë, mendojnë për ty në momentet e qeta, natën para gjumit, kur jeta bëhet e vështirë, kur mendojnë për të ardhmen. Emri yt shfaqet në zemrën e tyre, pa pritur, por me sinqeritet. Ju të dy e ndjeni, diçka ende nuk ka mbaruar mes jush. Edhe nëse tani jeni larg, edhe nëse mezi keni kontakt, edhe nëse jeta është e ndërlikuar apo koha nuk është e duhur, ndjenja mbetet. Historia nuk ka përfunduar. Diçka ende pret. Fati ruan një vend për ju të dy. Kjo është shenja e tretë, tërheqja shpirtërore që ndihet si përcaktim. Ky person nuk është thjesht dikush, është dikush që shpirti yt e njeh përsëri. Mesazhi i fundit për ty. Nëse i ndjen të gjitha këto shenja thellë brenda vetes, nëse zemra jote reagon ndaj emrit të tij apo të saj, nëse shpirti yt ndjen diçka intensive, të thellë dhe të pashpjegueshme, dëgjo me kujdes. Edhe ata të duan, edhe ata të ndjejnë, mendojnë për ty, edhe nëse qëndrojnë të qetë, edhe nëse sillen normalisht, edhe nëse e fshehin zemra i tradhton. Ndonjëherë historitë më të mëdha të dashurisë fillojnë në heshtje me dy njerëz që e dëshirojnë njëri tjetrin, por nuk guxojnë ta thonë me zë. Por e vërteta tashmë është e dukshme. Ajo qëndron në sy, në energji, në këtë tërheqje, në ndjenjat që askush prej jush nuk mund t'i kontrollojë. Nuk e imagjinon këtë lidhje. E ndjen, edhe ata e ndjejnë. Shpirtrat tuaj e ndjejnë. Sepse disa lidhje nuk krijohen nga zgjedhja, krijohen nga fati. Dhe ajo që ndjen tani është një nga ato lidhje të fatit.